E nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjave, të dashur qytetarë, këtë javë në Hag të Hollandës u mbajt samiti 34 i NATO-s. Ne përshëndesim përfundimin e punimeve të këtij samiti, si dhe vendimin unanim të vendeve anëtare të NATO-s për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të bruto prodhimit vendor. E vlerësojmë lart edhe rikonfirmimin e vendeve anëtare për zotimin për mbrojtje kolektive që adresohet në nenin 5 si një ndër parimet themelore të NATO-s. Gjithashtu përshëndesim vendimin për mbajtjen e samitit të 36 të NATO-s në Tiranë, në Republikën e Shqipërisë në vitin 2027. Republika e Kosovës është e palëkundur në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit në NATO. Qeveria e Republikës Kosovës ka rritur dhe po vazhdon të rrisë investimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me qëllim mbrojtjen e sovranitetit shtetëror dhe të tërësisë territoriale të Republikës, si dhe kontributim për sigurinë evropiane dhe më gjerë. E pikërisht sot, Forcët e Sigurisë Kosovës ja shtuam edhe 350 rekrutë të ri, gjithsej 2700 pjesëtar më shumë për ushtrinë tonë në këtë mandat. Siç e dini, në fundjavë shënohet dita e Shënvidit apo Vidovdan siç njihet, e cila ndonë si ditë me karakter fetar, fatkeqësisht në vazhdimsi është përcjell me retorikë politike, nxitëse e kërcënuese për sigurinë publike nga ana e Serbisë. Beogradi zyrtar që po përballet me protestat të vazhdueshme e gjithandej të studentëve dhe jo vetëm, po përpiqet që ta zhvendosë vëmendjen diku tjetër. Në këtë përpjekje për të ulur për masat e protestës antiqeveritare e antiregjim të së njëjtës ditë në Beograd, pushteti në Serbi mund të shfrytëzojë elemente destruktive për të nxitur incidente në Gazimestan. Sipas vlerësimeve të institucioneve tona të sigurisë dhe të inteligjencës, ka përpjekje që tubimi në Gazimestan të jetë sa më masiv. Prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Mali Zi dhe Bosnia Hercegovina që të vinë në Kosovë nesër. Tradicionalisht, grupet e tilla kanë qenë provokuese duke bartur simbole nacionaliste serbe e ruse që bien kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe janë gjithashtu dhe kundër vlerave demokratike dhe evropiane. U bëjmë thirrje të gjithë bashkëqytetarëve tonë, sidomos nga radhët e komunitetit serb, në Kosovë që të respektojnë ligjin dhe të mos lejojnë të keqpërdoren për qëllime politike. U bëjmë thirrje të gjithë bashkëdhetarëve tonë që gjithashtu të mos bien pre e asnjë provokimi nga kushdo qoftë në ditën e nesërme. Tubimet për shënimin e Vidovdanit duhet të organizohen në përputhje të plot me ligjin, jo të shndrohen në një mjet për instrumentalizim politik nga autoritetet në Beograd, të cilat tentojnë të eksportojnë krizën e tyre të brendshme politike përmes provokimeve në Kosovë, vetëm për të paraqitur më pas si kinse mbrojtës të interesave kombëtare të tyre dhe të serbëve në Kosovë, përmes narracioneve propagandistike dhe klero-nacionaliste. Institucionet e Republikës Kosovës janë të përkushtuara për të garantuar të drejtat dhe liritë të gjitha komuniteteve dhe nuk do të tolerojnë veprime që të cilat cënojnë rendin, sigurinë dhe paqen publike në Kosovë. Ndërkaq sot po mbajmë mbledhjen e 263 të qeverisë, përpara kemi rendin e ditës nga i cili po i veçoj 2 vendime. Në kuadër të memorandumit që kemi me Këshillin Kombëtar Shqiptar do të ndajmë 625.400 euro si mbështetje për arsimin dhe lobimin institucional për shqiptarët në Preshevë, Bujanovce dhe Medvegjë, duke përfshirë bursa për student, mbështetje për nxënësit dhe financim të aktiviteteve lobuese dhe avokuese në nivel ndërkombëtar. Gjatë qeverisë sonë jemi siguruar që lidhja jonë dhe kujdesi për shqiptarët e luginës të jetë institucional dhe financiar. Ky vendim sot është dëshmia e radhës. Tjetra, me stinën e verës të gjithë e dimë se vinë edhe bashkëdhetarët tonë të dashur. Mirëseardhja jonë e parë për ta është në pikat kufitare. Edhe si vjetë sikur se viteve të mëparshme, duke filluar nga data 1 korrik,
të gjithë bashkëdhetarët që udhtojnë për në Kosovë me automjete për pasager do të mund të marrin policën e sigurimit falas në cilën do prej pikave kufitare hyrëse. Policia e subvencionuar do të subvencionohet për automjetet jo komerciale për pasager deri në 9 ulse. Për këtë qëllim, sot do të ndajmë 4 milion euro nga masa mbështetja për mërgatën e pakus së ringjalljes ekonomike. Të dashur bashkëdhetar, mirë se vini e ju faleminderit që na e gjallëroni vendin tonë sa herë që vini.